ata me fund të trashë, vëlla. Po vlla, i kam fshë, unë s'jam budalla, si daj ati. I kam fut mrena. Si ka bëgjan. Jo, për zotin, me sinceritetin më të më thë Kristina të thëmë, o kam i shok, nga thiri, po më shkru në çdo 10 minuta, ama në Fabio ma prezento Kristina. Kristina është e lidhur, o Fabio. Kristina nuk është 17 vjeç, vëlla, Kristina 28. Kristina është vajzë e madhe. Sa vjeç je Kristina? 28 vjeç më ka thënë. A nuk e tregoj moshën. Në rregull, a je mbi 25? Po. Po, po. Jo se ka njerëz që thonë që je e vogël. Po është se kam pyetur një natë për zotin më ka thënë mbi 28. Tani bëra shaka, tani kam filluar edhe unë këtu të them të bëj shakara. Tërë njerëzit bëjnë shaka këtu në TikTok. Okej, jo, është shumë mirë bën brat pjesë. Po, jam më mbi 25. Je mbi 25. Po. Okej, në rregull. Jeni të qartë çuna dhe goca? Tani Kristina si e lëm për këtë shokun tim nga thiri? No comment. Okej. Hajde të të shkruaj unë, se unë kam drejt me të shkruaj në TikTok për shok. Për shok të vlla, se më ne për shok. Po vlla, ne ndonjëherë themi do pyes për një shokun tim e pyesim për vete. Jo, unë i shkruaj direkt për atë shokun. Jo, gjojnë se kohë tash. Gjatë të thënë histori rëpt të shtëpisë ka not. Kam vlla, o Fabio, aman. Ore vlla, mbandi gana kokës ti apo jo? Jo, të tregoj një histori rëpt që më ka ndodhur më të vërtet për kokë time. Para një 15-20 diç, edhe isha në Dubai, mos i rajane. Edhe ki djali, ki shoku që rri me ta, si më shkru për Kristinën tani në WhatsApp, ti dhe thej si dush fotot. Edhe i shkruj një goca une për këtë të tau, ama në Fabio shkruj ti se ka adresë originale, dhe që unë kam uzer dhe nuk më kanë kush përgjigje. Se ai nuk dhe në shfaqe, ta kupton? Edhe i shkruj unë për zotin. E shkruja në mirë, shkruj ke shpija une. Ana, ku gjën se si bilafja, se më thot mua e goca, thot, si orë Fabio dhe ti më shkru, po unë ti bëj publike, thot ti. Ua dhe është bëj publike më i budallaqe, se unë i kisha shkruj më të vërtet, ki shoku ka këtë adres, ka gjitha. Pa ajo, qa bon? Ajo ka vesh fragmente që dën ajo. I thash, happy gas, mos e vrit meni. Po nuk i dha. Moj një sekund, ti që më shkruaj dhe në privat. Të gjitha i diti, moj se na o që e trurin, moj oj të gjitha i diti. O që janë ke i gjitha anshme, moj se moj që e trurin, moj. Je zoti ma, thër informacione edhe për Fabio. O Kristi, informacione për mu jam i martu më dhe më 3 fëmijë. Po, i ka ndeja, ik se di dhe kush është ajo, e ka këshu, po ik lena reata shi. Qa na pen norma, dalavere. Informacione për mu, musht me zhet, informacione ja pun 10 mjerë. Pam një, unë që punon me FBI-n kjo, edhe me këto gjitha, edhe i ditë gjitha kjo. A thuj në rruf shato thuj. Po, i ditë gjitha kjo, i ditë gjitha. Jo, s'pushojnë se ti po thuaj. Edhe ate e njof edhe unë sa për djeni. Kam edhe mua bet, mund ta marrën telefon, da një ti them që kështu thot kjo. Qa do bësh ti të thej? Une? Jo tjere, jo, kjo që po më shkruar. Aha. Jo se po më thot për ti keq unë e njoh vetë, personalisht. Ka ish kështu, ti puno ke indiket gjitha ti. Qa e ka emrin e policia ndi ku jeton ti? Qa i thonë? Se më vla se flasin në erë këto më ka këto. Po lere jam të regohë mua ti dalave. Apo atë not, a që eshi sinqert, unë atë mora në telefon në prof nuk më bën TikTok u mushet e, aty ta japsha unë me gjithë mesajë, si shishte. Ore Fabio, po pëse ose di unë qa njëri u jeti o shok. Në s'ka lidhja rëp të shpis. Edhe më habitja e goca, kur më shkrujti mu, tha, o Fabio, unë ti bëj publike, tha, shte më bën publike, po pëse mi publike, hajde, thash unë. Ore vla, po mirë, si kur të thoshte ty ajo, po mirë o Fabio, ti pëse s'më thoj për vete, po më thoj për shokun. Rëp të shpis nuk i them se unë jam martu këtë për shef, nuk jam martu për zort. Ore, gjojnë sekund, vla, si kur të të thoj ajo o shok. Rëp dhe i thë, unë më kanë thonë, edhe unë kam mesazhet që mi kanë shurë të ta jap TikTok, unë thonë bëj besim 1.000.000%, edhe shifi mesazhet si më kanë shurë disa goca, s'to kam këthy përgjigje fare, kurse disa vu kam thanë, mos lë dhe shkot se unë jam i martu. Ja ka thena që ma. Po ko kalamajve, çdo lloj femne që më shkru, po ma dhatroni me i këthy përgjigje, i shkruaj direkt, për shoqëri, po, qëfse dhe në ma shumë jam i martu. Këta ja, po TikTok. Ore Fabio, je i sigur që nuk është nusi aty afër? Jo, për kalamajve nuk kam asë në shumë. Je vetëm? Po jo, për zotin jam këtë vetëm.
Okej. Është ftohtë për jashtë? Jo, mor është groft. Okej, në rregull. Sa temperatura? Po ta dit pak nëse që do flesh jashtë do flesh, po. Jo, valla, unë jam i sigurt. Unë jam i sigurt se ç'a tham. E di vëlla, e di, nuk i tha hajde këtu më duket. I tha hajde këtu më duket. Ja, se vras me në vratë pjesë, Fabio Rëteshtis. O të marrë mira të gjove. Po, ti Fabio, pse kontakton ti vajza për shokët tënd? Shokët tënd pse nuk kontaktojnë ata? Okej, tani të ta tregoj unë pse. Shoku im kishim shkruar mua për ti, do me thonë tani, për do të ta shem me foto si dush pastaj. Unë ki shoku që më shkruan mua për ti, ki nuk ka. Jo, për atë vajzën që thej që pari e kam. Po pra, po ja ta tregoj tani pra. Ki djali që më shkruan mua tani për ti, do të jap që të kuptosh për arsye, na kupton? Tani ki shoku im që më shkruan mua për ti, ki ka TikTok 00 followers uzë, që nuk merret me këtë pjesë, a kupton? Po vjen këtu sa mund nganjëherë dhe kalon kohën. S'ka as Instagram, pri Dubajt për momentin rrin atje, nuk i pëlqen që të dali, si i pëlqen Dubai, edhe ai s'ka si të njoftohet me ty, s'ka si të njohë ti, për arsye se po të shkruan ti një adresë falso me 00 followers, ti nuk do i përgjigjesh, a kupton? Po tani ky shoku jo të rrin në Dubai edhe ky që shkruan për Kristinën. Po rob të shtëpis? Është i njëjti që të kishte thënë edhe për atë vajzën. Jo, kja tjetër. Ai jaga ti pozaj. Jo, kja tjetër, edhe du me të tregu. Po shembull, po të shkruan ai vet ti, nuk e njeh ti, e shef me 0 followers, është na njëri që do të mbën loj. Në kuptë blokon ti, a kupton? Po. Këto çfarë bën vëlla, jemi mirë. Edhe ti ja blokon, a kupton? Dale sekondë. Kurse kur të shkruaj unë si Fabio, ti e ke pak respekt për mua, se nga që se nifmin live edhe thu, o Fabio, për çfarë më shkruan, a kupton? Po, kuptova. Te i ke kështu ti? Jo, më jo dori, vënd të shtyp shaqane, shtypa disconnect. Ure tha se mos patë në një që është kjo vajza, se kemi shoqen tonë për. Ku jeni? Nga është kjo Maurici. Ulla, ne thame kemi shoqe, bëj mua beto, po ti shketi që të duhet. Gotë, se nga e Mauricin, më dhe, s'ka në i që të keq. Nga Korça. Nga Korça. Edhe kozak. O Kos, të bëj një pyetje, po do më përgjigja seriozisht. Po. Tiganët e shtëpia i ke tigan me fund në ata të trasha apo me fund të hollë? Ka dhe me fund të hollë dhe me fund të trasha. Unë s'kam fare, i kam byll cirtaru, ku më vu shelësin. Tani, rrim mire kozak, shtë duhet të nga është goca. Ç'ke o shok? Ç'ke me goca? Apo nuk tha dhe që më para kjo, ua, tha ishte kozaku, tha sile prap, tha të luten. Gote, sa vjeqe? Unë? Po ti. Sa të dukem? Tani të thënë vërtetën, ti në gjanë si themi realist, 18, po me mik, po të themi 22. Shumë afër je. 24. Ke shumë afër moj? Ti na thamë bi 25 vjeç. Po bëj shaka. Do dem qupa, thot njeri. Ore, do demër, po do dhe... Do demër. Ja kush mori në telefon, që ky është gangsteri, mo i fort, e mo. U je, Peqin. O Koz, o Peqin, qarë ma e lipen? Dire jero, Peqin. Peqin, o Peqin. O Koz, Alla. i Peqin si ty, qarë ma e lipen, dhe i thët Fabio. Peqin si sheku e kero, pu, mu qipshin në Dhe kam, a djal Flori. E rap të kam va, sheku e ke. Profesore. O profesor, një nga qunat më të mirë për kokë djalit e shky, këtu. Qarë ma lipen, o shesh. Një nga qunat më të respektushëm. Ashtë djali mirë, sa ke njof, unë kam shumë muhabet me Peqin, si nga djali mirë. Edhe jero Peqin se O Koz, po ka njefti Peqin si në Koz? E njifemi nga Klevjo, me thënë vërtet. Okej, pra. Po ku ka që nuk nje kozaku? Kozaku nje dhe ajo që kom shkuan të mua, 2 janë kështu që njojnë çdo njeri olla. Peqin si më vdek familja, më zur, rap nuk ka trume të. Me buk me vete tru.
O betin. A djali mirë kjo, profe, e njoh unë e kam shok për gjithë, a shumë djali i mirë. Respekt kush do qoftë, po. Është më të vërtet djali i mirë. Ka çulla të mirë sa të duash re Fabio. Nuk ka se ka të mirë. Kam nejt me ta, për zotin, pak i shpenu. Whatever, gjithë se cili ka një gjë, o Fabio. Kush është i çmend për ashtu, kush për ashtu, kush për ashtu, të gjithë e kanë një diçka holla. Pa ca gjana, ca një ditë razira atë, ku Fabio tha, ku është për hekri, tha ti shkoj ati, si unë kam të këtë shesh me ta. Iko vlla tash do na futish në burg. Ku janë çunat e mirë, dhe çunat e mirë. Ka, po tash i vajtë. Tani me respekt vlla truj zot. Vajtë edhe jo çka kërkoni. Kristina, hajde më këtu se sta tregova muhabetin, hajde këtu. Dale më se ka profitur për të ngreja, no vlla se s'do vdesje. Kristina, edhe ishe të tregu muhabetin se na përziu kozaku. Valë që e shpejt. Kur të shkruaj unë ti për shembull më njeh mua dhe se njeh adresën e shef aty, thu ok, Fabio s'di përgjigjem. Edhe tani tham unë Kristina kam një shok kështu. Duhet të ta prezantoj. Edhe pastaj kështu fillon, na kupton, siç po të prezantoj shokun tim ti sonte. Okej, kuptova. Po, Kristina nuk është për Dubai, apo je o Kristina për Dubai? Jo pse i vjen me mua. A do të futur pak lajt. Nuk u... O Kristina, të erdhën ato. Ore koza. Pse ngacmon vajzën ore? A do peqin. Ai ku peqin si? Jo, këtu e ke. Mushë një ardhëj për mua, mushë. Mushë një ardhëj Ku peqin. vendim i ke për kozakun? O Kristina, Nuk e di, po unë shikoj gruan e kozakut, Denisen, e është shumë e bukur. Mushë një ardhëj. Kozakun, personalisht Kozaku, po t'ishte beqar, ti do t'a shikoje Kozakun për një lidhje serioze. Jo. ore tani Jo. me tuti, ore okay, jo, faleminderit, nuk ka asnjë gjë të keqe. Ore sa herë muaj të vinë ato? Cilat? 80. Pushimet. Sa herë ja vinte. Pe i përgjigje tani. Pe i më i përgjigje, më i këtej më qupe. Në muaj të shtëpia, moj. Sa eri ven gruas tënde? Jo ashtu, o Kristina, jo ashtu, o Kozak. Nuk ka teze, Lese do gruaja. kapeni, o Kozak, lese do kapeni, o Kristina, jo ashtu. Ishte të shiva motrë në budget, dili është të shiva motrë. Dili, o Kristina, Motrë dili. shi me femër. Dili është të shiva Nuk arë. dal, dilti. Jo ashtu, o Kristina, jo ashtu se na mërzitë. Jo ashtu, po edhe mua nuk më pëlqejnë që bëjnë komente të këtilla. Ika, se unë e kam shokeve, nuk duaj që ta shuja. Okej, miru pafshi.